Konteksti i lëvizjes bashkë është modeli që përbën një pol të tretë, pa përlyer me politikat e vjetra, dhe fakti që mund të dalë një model i tretë, pra një shpresë për qytetar, një alternativë tjetër. Kjo është frika e madhe e të dyja partive. Këtë nuhati besoj unë edhe Edi Rama. Madje është përfolur që kandidat për kryetar bashkie nga Partia Socialiste do ishte Blendi Gonxhe, të paktën gjatë fushatës 11 majit me një fjalë. Por me sa duket ky ka përzgjedhur një figurë si Manastir Liu pikërisht sepse këto janë zgjedhje si thua të jashtëzakonshme me një mandat të reduktuar dhe ka zgjedhur një tekniciene, një burokrate të nivelit të dytë si thua në mënyrë që të mbyllet mandati dhe pastaj ndoshta të kandidonte me Blendi Gonxhen, por ka kuptuar rrugës praktikisht pra që ujërat po lëvizin për gjitha këto arsyeja që ne përmendëm pak më parë, ka kuptuar potencialin e vërtet që të mos ja dilte ta fitonte bashkinë ose ta fitonte në mënyrë bindse, dhe rrjedhimisht i ka rënë shkurt dhe ka thënë që më mirë ta administrojnë bashkinë deri në përfundim të mandatit me një tekniciene aty, njëkohësisht bëjmë thirrje që të çlirohet nga burgu dhe kryetari i bashkisë dhe të mbyllim mandatin dhe pastaj të riorganizohemi, si më të rimblidhemi.